Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Kosovës cakton 12 tetorin si datë të zgjedhjeve lokale 2025. Vendimi është marrë pas shqyrtimit kujdesshëm të propozimeve të subjekteve politike, thuhet në njoftimin e kreut të shtetit. Sipas presidentes Osmani, caktimi i kësaj date synon të mundësojë përgatitje të plotë të procesit zgjedhor nga institucionet përgjegjëse përfshirë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera të rëndësishme me qëllim të respektimit të standardeve më të larta të administrimit zgjedhor. Presidenti Osmani u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike, organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve të qasën këtij procesi me përgjegjësi të plotë në funksion të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës të rregullt dhe të drejtë. Kandidati e vetëvendosjes për krye parlamentare të Kosovës Albulena Haxhiu ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive. Haxhiu theksoi se konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm e vetëvendosjes, por e gjithë spektrit politik. Ne kërkojmë unitet për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi unitet që ta konstituojmë kuvendin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Prandaj propozimet e tilla janë tendencë për të minimizuar vullnetin e popullit, për të shkelur atë dhe natyrisht nuk e kanë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Sipas saj, vetëvendosjes subjekti i parë ka të drejtë kushtetuese për të propozuar kryeparlamentarin dhe askush nuk mund të ndërhyjë në këtë të drejtë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ekrem Hyseni theksoi nevojën për një qasje të re në zgjidhjen e ngërçit institucional. Sipas tij, përsëritja e këtij skenari sjell vetëm bllokim dhe dështim. Hyseni propozoi si zgjidhje formimin e një qeverie kalimtare që do të vepronte në interes të qytetarëve. Zgjidhja do të ishte një qeveri kalimtare e cila për interes ka interesin qytetar. Ministri i Detyrës i Financave i Kosovës Ekuran Murati rikonfirmoi qëndrimin e vetëvendosjes, duke hedhur poshtë propozimin e LDK-s për një qeveri të unitetit. Sipas tij, kjo e kthen Kosovën në kohën e unikut. Kemi dhënë përgjigje për ato. Ajo është më kthy në kohë të unikut. Ka arsye kur ka fitues qartë të zgjedhjeve, ka mandatar të qartë, kandidati për kryeministër ka qenë Albin Kurti, është njëri më i votuar. Deputeti e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive të kuvendit, duke cilësuar situatën si një fatkeqësi për vendin. Sipas Deliut, kuvendi vazhdon të jetë i bllokuar për shkak të partisë me më shumë mandate, ndërkohë që një qeveri në largim po vepron në mënyrë të kundërligjshme sipas saj. Çmimet janë tepër të larta, sfidat e barierat e qytetarëve të Kosovës janë të mëdha. Kosova ka mbetur një pozicion të paleveshëm për shkak të pamundësisë që kuvendi të jetë funksional, me këtë rast të qeveria të jetë funksionale, ndërkohë që ne kemi një qeveri në largim, e cila kundërligjshëm vepron, ndërkohë që kuvendi vazhdon të jetë ende i bllokuar për shkak të marrjes peng nga partia që ka marrë numrin më të madh të mandateve. Ministri i Detyrës për Komunitetet dhe Kthim në Kosovë, Nenad Raqiq, deklaroi se ndihet keq që për herë të 29 po merr pjesë në seancat të kuvendit pa arritur ndonjë rezultat. Ai theksoi se komuniteti shqiptar duhet të mbajë përgjegjësi për situatën, ndërsa vetë ai ndihet i pafuqishëm si pjesë e pakicës në parlament. Dhe unë vetë po ndihem i keq sepse po vim sa kemi po 27-29 herë. Jena pak kur ka rezultati, normalisht që bisedojmë mes neve cilët janë opsionet dhe ashtu me radhë, por po ashtu ndoshta dhe këtë rast jo vetëm partia më e madhe që ka fituar më shumë ti ulësit, por po ashtu dhe opozita ka një nivel të përgjegjësisë, sepse që bisedova me bashkëpunëtorët e mi, me politë që po më përcjellin në kjetë, që thojnë ata që po çdo ditë po presim ndonjë surprizë, ndoshta opozita i bën një manevrim të votuar për kandidatin e vetes. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.